Pas urdhrit të Ministres së Brendshme Albana Koçiu për ndalimin e gjitha monopatinave elektrike që lëvizin në qytet, Policia Rrugore e Vlorës është ndalur sot në akset kryesore të qytetit. Kjo për parandalimin e gjithë qytetarëve të gjitha moshave që lëvizin me monopatina. Kjo do të jetë në fazën e parë, ndërkohë që ka të bëjë kryesisht me paralajmërime të tyre dhe më pas, në bazë të urdhrit që do të dalë nga Ministria e Brendshme, do të vendoset se cili do të lejohet për qarkulluar me to. Prej kësaj të hënë, data 13 tetor ndalohet përkohësisht qarkullimi i monopatinave elektrike. Vendimi është marrë nga Ministria e Brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Vendimi për ndalimin është marrë referuar pikërisht aksidenteve të shtuara nga monopatina duke cënuar sigurinë publike. Në një informacion zyrtar të përcjell nga Policia e Shtetit, referuar statistikave vetëm gjatë vitit 2024, janë regjistruar në shkallë vendi 911 aksidente të shkaktuara pikërisht nga monopatinat. Referuar urdhrit dhe Policia Rrugore e Vlorës ka nisur të shtojë kontrollet, ndërsa është ndalur këtë të hënë në akset kryesore të qytetit të Vlorës për ndalimin e të gjithë personave që lëvizin me monopatinat elektrike. Kjo do të jetë faza e parë që ka të bëjë kryesisht me paralajmërimin ndaj të gjithë shtetasve dhe më pas do të shkojë deri në shoqërimin e tyre apo bllokimin e monopatinave. Kontrollet do të jenë të përditshme nga Policia Rrugore, duke u intensifikuar në të gjitha akset rrugore të qytetit të Vlorës, masa të cilat do të vijojnë deri në një vendim të dytë që do të merret nga Ministria e Brendshme për lejimin ose jo të atyre apo nëse do të përcaktohet me udhëzim të veçantë për lëvizjen me monopatina. Deri në një vendim të dytë, monopatinat elektrike nuk do të lejohen të qarkullohen.